Jam me një djalë, thot, në lidhje, por familja ime s'pranon. E tash pse s'pranon? Veç pse ai është më i madh se unë, do më thonë mosh. Vajza është 18 vjeç, djalin 25, pra kanë 7 vite dallim. Në këtë rast tham, nëse djali është i devotshëm, është i sjellshëm, është besimtar, ka frikë Allahun, është i moralshëm, prindët tu për këtë sebeb nuk ban me prish punë. Gabim është. Sa do është vështirë me gjetë vajzë të mirë, sa do është vështirë me gjetë djalë të mirë. Prandaj këshilloj prindët tu nëse dëgjojnë këtë video, mos ta arsyetohen me të penguar nga kjo fejesë për shkak të kësaj moshe. Nuk është në rregull. Prindët tu këtu janë gabim. Nëse vetëm kjo është sebebi, e nëse ka një sebeb tjetër edhe ata të kallëzojnë, duhet me të ul në katër sy dy prindrit, ti, edhe me thonë, oj bi, nuk është çështja e viteve, po është kështu. Edhe ti me u bindë nëse ata kanë mirë. Keni kujdes nëse gjeni një person të duhur për djalin tuaj, për vajzën tuaj, mos këqyni, më thonë, me bo budallëqe, veç pse po gjonë, dhe më thonë, sebeb kinse mosha. Është zërë me gjithë sot djallë të mirë dhe vajzë të mirë.